Dhe parat njohjes të Enkeledës, ne ishmi 3 shokë që shkum në Shqipëri dhe shkum të Halla Enkeledës. Dhe aty e pash për herë të parë Enkeledën duke na shërby, duke na bë drekën, në sens se mikpritja ka qenë e jashtëzakonshme e Hallës Enkeledës. Dhe pastaj sikur unë hodha një sy kështu fshehurazi dhe e pash se më pëlqen. Një vajzë shumë e sinqertë, shumë racionale, shumë komunikuse, ishte sukur që të njihesh me ta vite e vite. Dhe me një mënyrë sukur edhe fillova të dashurohem, por ata nuk e shpresha hapur për arsye se më vinte shumë keq. Kështu i thash Hallës e Enkeledës që më vje shumë rëndë dhe më vje shumë keq që ti kërkoj drejt për drejt njohje. E dy dolëm shetitëm, do thot plazhit të Durrësit, te çdo i ri, apo kupton, janë ato momentet e para, do thot me një lloj rezerve për të bërë shprehjen. Brenda vlonte, po zdilte. Zdilte aja dashuria hapur. Kishte aja atë simpatien, do thot të mbrëmshme, dhe thom ato takimet e para zakonisht janë të tërhequra. Ka pas vështirë të ambientohet, do thot se, të them të drejtën, në fillim nuk e ka ditë se ku do vinë, çfarë njerëz janë, si janë, po megjithatë, nga që e kishte, do thot, mbështetjen time maksimale, do thot se për mua ishte edhe një ëndër e realizimit, do thot, përpos, do thot, njohja dhe dashuria e madhe ndaj Shqipërisë dhe me Enkeledën, unë u mundosha që t'i rrija asaj 24 orë në gëzim i papërshkrueshëm, do thot i fëmiu të parë. Tani ka fillu, do thot aja, do thot krijimi i bërthamës familjare. Ndja djalit dytë, atëherë na ka ndodhur neve, se kalojnë historira, na ka ndodhur në Zvicër. Edhe ai ishte një gëzim i dytë, pasi që nuk bënëm dasëm ne në Kosovë, ndodhe që ja bona një surprizë në ditëlindjen e saj. Ftova musafir pa dijenin, sukur tash në këtë emision që po e boni, do thot pa dijenin e Enkeledës, ftova dikun mbi 100 musafir. Dhe ka qenë moment shumë prekës që edhe Enkeleda filloi të qaj dhe tha, unë nuk dëshiroj që të më bësh surprizat e tilla, thash, kja ishte dasma jonë, thash, në Kosovë që ne nuk e bënëm, pa aja ishte dasme, do thot që e bënëm ne pas 15 vite. Enkeleda si natyrë është shumë e qetë, shumë racionale, shumë mikesh, shumë shok i mirë, shumë grua e mirë. Një moment kështu preks që nuk do doja të flisja fare, do thot, për shkak se ka pas një lloj operacioni dhe aty ka qenë, do thot, shqetësimi im. Dhe bile ma i shqetësim ka qenë që është keq me thonë, po për ato 2 javë, do thot, kam ra 15 kg. Gjithë çka keq kom mendu për vetveten, apo kupton. Për mua është mendu, do thot, jetë fundi i botës. Çdo moment nuk e imagjinoj jetën pa Enkeledën. Kjo është momenti i parë që pa dijenin e Enkeledës në jetë që 28 vite kam lëvizur, do thot. Gjatë gjithë 28 vite, çdo gjë bashk e bëjmë me Enkeledën, të mirën, të keqen e ndajmë gjithmonë me Enkeledën. Dhe ne kam shpirt, e kam zemër, e dua shumë, e dua pa fund, do thot. Pa fund e dua, e kam gjan, e kam shpirt.